Tani të qëndrojmë te momentumi shumë i mirë që ka të bëjë me rrugën europiane të Shqipërisë. Pra jemi në përmbyllje të një jave brenda së cilës Bashkimi Evropian në respekt të atyre procedurave birokratike të vetat kalon nga grupi punës tek komiteti i përfaqësuesve, pra nga Koela tek Koreperi nesër, ku në farë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga shumë institucione shtetërore, nga qindra djem e vajza, burra e gra, të përfshirë në këtë proces të adresimit të atyre që kemi quajtur piketat të ndërmjetme. Mendoj që dhe ju mediat, për shkak të rolit tuaj të pazëvendësueshëm, është mirë që t'ua shpjegojmë qytetarëve çfarë ka qenë gjithë kjo punë, për një prej grup kapitulleve më të rëndësishëm, që janë themeloret, u identifikuan më shumë se 92 hendeqe, pra problematika që duheshin adresuar. Mos harroni asnjëherë që themeloret ose dhe mes tyre kapitulli 23-24 në historinë e Bashkimit Evropian janë ato që hapen të para dhe mbyllen të fundit, por në rastin e Shqipërisë, dhe këtu dua të citoj fjalë për fjalë vlerësimin që vjen nga Gjermania si një vend, le të themi, do ta quaja udhëheqës në kuadër të barazisë brenda vendeve anëtar të Bashkimit Evropian, ku thuhet shprehmisht që Shqipëria me reformën drejtësi, me vettingun, me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, me këto arritje është një model, reforma në drejtësi në Shqipëri është një model për vendet e tjera të cilat ta aspirojnë. Kështu që kjo javë e rëndësishme përmbyllet nesër me komitetin e përfaqësuesve, për të ecur javën tjetër me konferencën ndërqeveritare. Mendoj që të gjitha palët politike në vend duhet kuptojnë që jetojmë dhe pastaj në një momentum tjetër, jo që lidhet me këtë javë në Kuvendin e Shqipërisë, Eksiola, por që lidhet me një qasje të re nga vendet e rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian. Kemi pasur dje, le të themi, është bërë publike fakti që Italia dhe Austria kanë dalë me një propozim që ka të bëjë me përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe këtu specifikohet Shqipëria dhe Malizi si dy vendet pararendse, por përfshihet dhe Moldavia, ndërkohë që për Ukrainën duhet kuptojmë që duhet ketë, le të themi, një qasje sui generis. Dje kancelari gjerman, të them drejtën, bashkë me zonjën Tabaku dhe zotin Hasani kemi qenë në Berlin, kemi kuptuar që aty që do të kishte një, le të themi, komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavin, me angazhimin që citohet qartë, diçka që besoj që ju e kishit dëgjuar më përpara, që e kishte njoftuar dhe kryeministri Rama. Pra ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila, le të themi, të na garantojë dhe anëtarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që anëtarësimi me faza na dëmton. Përkundrazi, anëtarësimi me faza nuk ka të bëjë me ne. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të përmbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me Komisionin, por ajo që propozon kancelari gjerman, që në një farë mënyrë është e njëjta linjë me Italinë dhe me Austrinë, dhe që mendoj që do të jetë edhe Franca pjesë e kësaj qasje, ka të bëjë me pjesën që vjen më pas, pra me ratifikimin. Pra, për ta ditur qytetarët, në fund të vitit 2027 mbyllen negociatat. Nga ai moment bëhet gati marrëveshja që shkon për të ratifikuar këtë vendantare. Dhe tani topi nuk është më në krahun e vendit
pra aspirante, por është në fushën e vendeve anëtare. Mos harroni asnjëherë që procesi i ratifikimit është një proces i gjatë, kërkon përfshirjen e parlamenteve, mund të kërkoj edhe përfshirjen e popullit me referendum. Për shembull, në rastin e Francës, kuptohet qartë që pas kur ka qenë presidenti Chirac apo Sarkozy, në mos gaboj, është lënë e hapur që nëse kërkohet mund të shkohet për zgjerimin edhe në dhe tek populli. Unë nuk besoj që do të jetë rasti, pavarësisht se çfarë do të ndodhi në Francë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm dhe më pas edhe zgjedhjet parlamentare, por unë mendoj që Shqipëria jonë e përbashkët ka arsye të jetë e gëzuar sot, të jetë e gëzuar nesër, të martën e ardhshme në 26 maj, një datë e bukur, kjo 26 maj të 2026, për të mos kujtuar dhe për të kujtuar, por 26 maj në vitin 1996, por megjithatë duhet jemi të gëzuar për një arritje dhe unë nuk hezitoj, kushdo që kontribon, dhe kam thënë në seancën e kaluar, do ta them dhe sot kur vi momenti i miratimit me konsensus të rregullore së kuvendit, që duhet mos harrojmë asnjëherë që çdo shërbim sot që bëjmë ndaj procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një shërbim që ja bëjmë atë tonë përbashkët. Zoti Ballak, raporti i bashkë që pritet miratohet nesër, a ka ndryshime dhe ka kërkesa për qeverinë dhe do të jetë qeveria e gatshme që të plotësojë këto kërkesa? Një prej tyre është imuniteti përballë drejtësisë, siç është rasti i ish zëvendësministres Zelina Ballizi. Duhet kuptoni një gjë, në botën demokratike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ku duam të antarësohemi, ka një parim i cili respektohet edhe nga vetë vendet anëtare dhe nga raportet që prodhohen. Ju e pat raportin e Parlamentit Evropian. Në botën demokratike nuk merren me emra. Me emra na ka ngelur nga komunizmi, merremi vetëm ne këtu. Me raste. Të lutem. Dhe duhet hiqni dorë dhe të heqim dorë nga kjo kulturë. Në botën demokratike besimi është tek drejtësia. Dhe unë sot po ju them që jo Gjermania, po gjitha vendet anëtare, reformën drejtësi që ka ndërmarrë Shqipëria e rekomandojnë si shembull për vendet e tjera. Moldavia, një vend që le të themi është pas nesh në këtë proces, i është bërë me dije dhe madje ekspertët moldavë, autoritetet moldave vinë në Shqipëri në mënyrë të rregullt për të parë se si e bëm ne vettingun e gjyqtarëve, për si e bëm vettingun e prokurorëve për të aplikuar me të. Prandaj, ti jesh i sigurt ti dhe të gjithë ata pas teje që nuk ka Shqipëria asnjë çështje të papërmbushur, por natyrshëm vijimi i implementimit të reformës drejtësi, garantimi i pavarësisë së institucioneve të drejtësisë, ndalja e sulmeve kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve për qëllime personale, duhet jetë një reflektim nga gjithë klasa politike. Ka reflektuar kryeministri Rama ndaj sulmeve ndaj drejtësisë dhe mi propozime mbi kodin e procedurës penale. Mos e harroni asnjëherë që falet i Ramës dhe Partisë Socialiste është sot kjo reformë drejtësisë. Nuk do të kishte ndodhur, nuk do të kishte ndodhur kur reforma në drejtësi, nëse në këtë sallën këtu shumicë nuk do të ishte Partia Socialiste. Madje sot tek reforma në drejtësi. Sot ka sulmuar në disa raste dhe ka propozuar ndryshime ligjore për të mos arrestuar zyrtarët e lartë. Sot dua të rezervoj me ju. I heqim emra, domethënë flasim për kazusin. Kjo mazhorancë e cila pretendon që ka mbështetur reformën drejtësi, ka propozuar disa ndryshime në kodin e procedurës penale për të mos arrestuar zyrtarët e lartë. Madje një pjesë të anëtarëve të Komisionit Vettingut, me që po vlerësoni Vettingun, i kanë emëruar në poste publike fundmi. Dhe sa pavarë mund të kenë qenë këto anëtarët të Komisionit Vettingut, një pjesë janë deputet Partisë Socialiste dhe një pjesë janë emëruar në poste publike. Këtu ndajemi ne. Raportet që citohen më lart vlerësojnë procesin e Vettingut, televizioni familjes sulmon procesin e Vettingut. Prandaj, të lutem, këtu janë emërimet Partisë Socialiste. Të drejtën e fjalës nuk ma hiqni dot as ju. Sot dua të rezervoj familja Bodli më respektuar në Kavaj. Po patjetër. As bëhet fjalë. Po e kisha për gjë tjetër. Flasim për
Po flasim për janë dhe deputet Kavaj. Po flasim për kryeministin Edi Rama, keni emëruar antarët e Komisionit Vettingu zoti Balla në institucionet publike. A jeni tërhequr ju nga ndryshimet në kodin e procedurës penale për pezullimin e ministrave që keni firmosur ju së bashku me kryeministin Rama? Unë të gjitha hapat që i bëj publik dhe zbesoj që keni dëgjuar që jam tërhequr nga i propozim natyrshëm. Ka një le themi kalendar të shurtimit nga ana e kuvendit. Dua t'ju garantoj një gjë. Dua të më jepni mundësinë dhe sot që në 22 korrik të këtij viti në ditën e 10 vjetorit të miratimit të reformës drejtësi të dal prapë para jush dhe të them 100 herë në 22 korrik 2016 do e miratonim fjalë për fjalë siç e kemi bërë. Ato ndryshime nuk do të rishin. Ju që besoni tek drejtësia nuk do të rishin nga propozimet për mos arrestuar zyrtarët e lartë. Sepse është krenari për çdo shqiptar sot, jo për shqiptarët që jetojnë këtu në Shqipëri, por shqiptarët që jetojnë gjitha trojat tona etnike, që Shqipëria jonë e përbashkët sot është më afër se kur. Dhe nëse në 11 maj 2025 shqiptarët na votuan në shumicë për vizionin Shqipëria 2030, mos u habisni që Shqipëria hapin e madh të antarësimit në këtë formë që propozon kancelari Merz ta bëjmë përpara 2030. Por aja ka kërkuar Komisioni Evropian mos miratimin e këtij propozimi që ju keni çuar në kuvend? Tani unë e dhash përgjigjen sa herë të duash ti, mund ta jap një përgjigje. A ka kërkuar Komisioni Evropian? Ju lutem, mos bëni zhurma kot për gjëra që nuk janë pjesë e këtij momenti. Po flasim për një moment historik që ka të bëjë dhe unë nuk kam turp të them dhe faleminderit për kolegët e opozitës, e thash të ditën e njëjtë të kaluar, do ta them dhe sot, është një situatë shumë e mirë, sepse në fundit, në mos harroni, procesi antarësimit në Bashkimin Evropian lidhet drejt për drejti me kriteret e Kopenhagen. Do t'i mësoni përmend dhe ju ato 9 pikat. Dhe gjëja ndërto më e rëndësishme dhe fillohet me dialogun politik, me funksionalitetin e institucioneve të zgjidhura në mënyrë demokratike. Dhe këtu në këtë këndvështrim, unë do të bëj gjithçka dhe po e them këtu solemnisht, para publikut, sepse ato katrorët tuaj dhe këto mikrofonët tuaj kanë një vlerë të pazëvendësueshme në demokraci. Duhet kuptojmë që edhe opozita ka një rol të vetin të pazëvendësueshëm. Unë do bëj gjithçka që opozita të ketë hapësirën e vet, dhe ndërkohë që në referim të asaj që një mik i veçantë i Shqipërisë, siç është raporteri Andreas Schieder tha, është dhe opozita duhet luaj rolin e vet. Në 17-18 qershor do të miratohet raporti në Parlamentin Evropian, ndoshta do ishte për shembull një akt i mirë që atë ditë aty të jemi një delegacion i përbashkët i barabartë se jo mes opozitës dhe mazhorancës. Po gazetarët janë pazëvendësueshëm o Fiorella, çfarë them dëshir. Zoti Balla, nëse të keni kërkesa të nga prokuroria posaçme, do ta jepni imunitetin? Për ndryshimeve të rregullores të kuvendit dhe sipas jush, cila pikë është më e rëndësishme nga këto ndryshime? Faleminderit Muhamet. Ndryshimet rregullore i bëjnë mirë parlamentarizmit. Jam shumë i kënaqur që dy negociatorët, relatorët në rastin fjalë për të ruajtur kontekstin e përcaktuar në mbledhjen e Këshillit për rregulloren kanë bërë një punë të mirë në këto ditë që nga dita që morën detyrë. Mendoj që të gjitha palët duhet ta shohin me pozitivitet. Në këto raste nuk ka humbës dhe fitues, nuk ka ata që lëshuan dhe ata që fituan, por unë mendoj që këtu fitoi parlamentarizmi, fitoi kuvendi i Shqipërisë. Unë prap e besoj ato që propozova për shembull për kohën 5 minuta, është e mjaftueshme të ruan dhe ritmin kur je aty. Është si kjo puna me ju, domethënë kur flet 10 minuta dhe ju vështirëson punën për gjetur atë pjesën e sinkronit, apo jo? Po mirë, dakor, do bëjmë një
Lajdi ja jep gjithë atij se ka një detyrim. Marrëveshja për Kështu që mendoj që ajo mund kishte qenë diçka, po unë u tërhoqa nga propozimi për ta shkuar 5 minuta, sepse mendoj që në fund të fundit rregullora duhet miratuar me konsensus, ose kur miratohet me konsensus nuk ka gjë më të pjetë. Zoti Balla, në një kohë kur ju lutem kërkesë tjetër për imunitetin e zyrtarëve të lartë, do t'i jepni konfirmimin prokurorisë. Zoti Balla, në një kohë kur ju thoni se nuk ka pezullim apo ndërprerje të nismës suaj, ku ju jeni firmëtar të lutem të përfundoj të kodit procedurës penale, a ka në plan Partia Socialiste që ta votojnë parlament brenda këtij sesioni deri në fund të korrikut nismën e kodit procedurës penale, apo do të kaloj për sesionin e ri në shtator? Tani ne kemi syt nga Europa. Kështu që ti mbajmë syt nga Europa dhe çdo gjë. Pse ky hezitim nga ana juaj për të përgjigjur për këtë pyetje publikisht? A ka një koment nga ana e institucioneve ndërkombëtare për tërheqje? Çdo ndryshim ligjor që do bëhet nga dje, sot, nesër, në Kuvendin e Shqipërisë, duhet marri green lightin nga Komisioni Evropian. Nuk është marrë pra. Kur të kemi edhe për këtë jo për gjitha çështjet një green light, çdo gjë do bëhet. Edhe për amnistinë penale të tillë? Tani më falni, unë po ju them që ne jemi në një fazë ku konsultohemi për gjithçka me Bashkimin Evropian. Faleminderit. Dhe nuk e kemi për turp ta bëjmë këtë gjë sepse të njëjtën gjë bëjnë edhe vendet tjera. Tani me që se si dha Oreksi vjen duke ngrënë, isha në Berlin dhe kishim dhe kolegë Malizi, me cilët ndam mendime. Duhet të them ndaj me ju, për shembull, që nëse opozita këtu ankohet se ne kemi kaluar një numër të konsiderueshëm ligje dhe se s'kemi pasur kohë, dhe kemi kaluar nga 28, 200 për të njëjtën kohë ka kaluar Malizi. 200, nga cilat 123 lidheshin drejt për drejt me procesin e parafrimit legjislacionit. Prandaj, duhet ta kuptojmë që kur rrim këtu orë të tëra e tjera më radhë, ndoshta lodhemi, jo të gjithë, se ju i keni pa një pjesë e madhe dhe unë i kam kritikuar dhe kolegët e mi sot në mbledhje grupi. Unë kuptoj që mund të kesh 100 punë më të rëndësishme, po nder më të madh se të jesh në këtë sallë nuk ka. Faleminderit.